në kuadër të masave për sezonin veror dhe forcimit të kapaciteteve logjistike dhe operacionale të strukturave të mbrojtjes civile për përballimin e situatave emergjente, veçanërisht zjarreve, në stacionin provizor të zjarfikses në Xhirin e Lalzit u zhvillua një aktivitet që konsistonte në dorëzimin simbolik të materialeve mbështetëse të dhuruara nga World Vision për sektorin e mbrojtjes civile në Bashkinë Durrës. Ornela Marku, drejtore e Drejtorisë së Zhvillimit Rural, Bujqësisë dhe Mbrojtjes Civile, tha se 100 setet e dhuruara janë një garanci më shumë për mbrojtjen e jetës së efektive në terren. Ceremonia e ditës sotme konsiston në një dhurim që organizata World Vision i ka bërë Drejtorisë së Zhvillimit Rural, Bujqësisë dhe Mbrojtjes Civile të Bashkisë Durrës, 100 sete të cilat ndihmojnë në pjesën e mbrojtjes civile të gjithë stafit. Janë sete që janë të përbëra me jelek, të cilët kanë logon identifikuese të mbrojtjes civile, janë jelek dimëror, janë mushama dimri edhe çizme. Ky aktivitet sot realizohet te stacioni provizor, është një stacion që prej vitit të dytë është ngritur tashmë dhe funksionon nga data 15 korrik deri në 15 shtator. Pikërisht është menduar që të vendoset këtu në zonën e Xhirit Lalzit, duke qenë se na ndihmon shumë në mbulimin e gjithë territorit të Bashkisë Durrës. Aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim me Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi dhe në të ishin të pranishëm përfaqësues të Bashkisë Durrës, Prefekturës së Qarkut, si dhe strukturave të mbrojtjes civile dhe partnerëve institucional. Situata me zjarret në territorin e bashkisë ka qenë deri më tani e mirë, ndërkohë që Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi është shtuar me 15 efektiv të rinj. Drejtoria Shërbimit Zjarfikës Bashkia Durrës ka bërë gjithë përgatitjet për marrjen e masave për sezonin veror apo turistik. Normalisht detyrë kryesore ka qenë gatishmëria e mjeteve, pajisjeve, trajnimi i personelit. Kemi pas 15 punonjës të ri nga Bashkia Durrës së fundmi dhe detyrë ka qenë trajnimi përgatitje për sezonin që kishim gati. Neve jemi në një gatishmëri të plotë të gjithë strukturave, përfshirë pjesën e mbrojtjes civile, shërbimin e mbrojtjes ndaj zjarreve, zjarfikses më saktë, institucionit të prefektit Durrës dhe gjithë institucioneve të tjera në mënyrë që të kemi një situatë sa më të menaxhueshme. Gjatë aktivitetit u realizua dhe një simulim praktik i fikjes së zjarrit, gjatë të cilit u dëshmua gatishmëria, koordinimi ndërinstitucional dhe reagimi operacional i strukturave përgjegjëse në menaxhimin e emergjencave gjatë sezonit veror. Ndërkohë, drejtori i MZSH-s, Shkëlqim Troplini, ka një apel të drejtë për të gjithë qytetarët. Thirrja ime edhe një herë është në mënyrë kategorike deri në 15 tetor stop nxjerrja e zjarreve, për asnjë lloj arsye.